Ahmeti dhe Taravari janë takuar sy më sy, edhe atë 2-3 herë, tha kryetari i ASH Ziadin Sela në Klik Plus. Sipas tij nuk është e vërtetë se ka pasur vetëm bisedë telefonike. Nuk janë biseda në telefon, se unë jam i informuar, po janë takime, 2 ose 3 takime që i kanë bë bashkërisht zoti Ahmeti dhe zoti Taravari. Kështu që s'është bisedë në telefon. E keni ditë apo ju kanë kallëzuar? Jo, e kam ditë. Por a ka gjasa që Taravari pas shkëputjes nga Vleni të bashkohet me Frontin Evropian? Nëse dikush don t'i bashkangjitet Frontit Evropian, këtë do duhet ta deklaroj, e atëherë do deklarohemi edhe ne si eksponent brenda Frontit Evropian. Kjo punë zgjidhet në shumë lehtë. Unë nuk jam pjesë e koalicionit qeveritar. Po ti shet çysh i zgjidhet? Po natyrisht, në momentin nëse do ndodhte në një lëvizje politike siç po ndodh tani, unë do ulesha me kryeministrin dhe do i thoja zgjidh rrugë, ose unë ose Arben Taravari. S'ka tjetër. Në një situatë të tillë hipotetike, mos ndoshta vjen puna që Izeti e këto tjerë të dalin nga qeveria dhe të bëhen pjesë e Frontit dhe jo Arben. Sela foli edhe për mundësinë e bashkimit të ASH-s. Ai nuk e përjashtoi një mundësi të tillë, duke shtuar se ASH mund të bashkohet, por pa Taravarin. Ndërkohë, përmes një statusi në Facebook, Taravari shkroi: "Unë kam vetëm një busull orientimi, popullin, ai është ndërgjegjja ime, zëri im, forca ime." Deri më tani, Taravari nuk ka deklaruar se synon të bëhet pjesë e Frontit Evropian, por ka thënë se në zgjedhjet lokale do të garojnë të vetëm.